kam thonë disherë, nuk është ka shkelet kushtetuta, nuk është ka shkelet ligji, asë regulore. Jeni ty e shkel, jo, je deputet, jeni ty e shkel Kosovën. Ma madhë është Kosova se kushtetuta, se kushtetuta mund të bëjmë një kushtetutë tjetër, e kemi shkru e bëjmë edhe një tjetër. Profesor, kjo është krejt e mirësinë që apo thoni. Ashtë është pak cinike dhe ironike, sot është nën shkurt, sot bëhen 1 vjet prej zgjedhjeve të nën shkurtit e ne jemi pa institucione. Profesor, para pak minuta është parasimin e emision, KSZ zyrtarisht e njehi ose i certifikoi zgjedhjet. Kur jemi në soazat, po flasëm të gjykatës, sa janë të rëndësishme krimi urgjent institucionit Kosovës ka shi kësa që po përgatitet në gjykatën speciale. Me pas qenë uhes shteti, unë sonte kisha kry. Parlamentin, qeverinë, se dhe kisha bon, dhe kisha përgatit për president. Sonte. Hisë kisha shku në shpi. Të në mëngjes, se punojnë parlamentet, punojnë në gjithë natën. Shtetë demokratikën, citatën, së në njëmë, sonte duhet në që. Jo nesër, sonte. Pësë është të domosdoshme krimi institucioneve? është të domosdoshme se jem citate, dhe me thonë, jem citata, ju dini këmë dëgju për shamë në mars prill i kemë edhe ato kontaktet me Amerikën të cilët ata do të mundohen, po mendoj si vjetë, do shta do të kryet edhe që kemë marrëveshja me Serbinë, se s'po muj me data me qëllu, po e di që me siguri që do të him në negociata për rregullimi këto çështjeve. I kemë problemet e natyrës mbreshme, të shërbimeve, i kemë problemet natyrës ndërkombëtare. Atëherë duhet me vigjilant. Kjo është citatë për mua gjendje e jashtëzakonshme e pa shpallur. Ne duhet kështu të veprojmë. Institucionet e Kosovës sot kanë përgjegjësi, jo vetëm politike, kanë përgjegjësi kombëtare, kanë përgjegjësi shtetërore. Sot nuk është privilegj me qenë kryeminist ose kryetar shteti, sot është përgjegjësi, kush e kupton, është përgjegjësi e jashtëzakonshme, sepse jemi në këto situata, gjithatë, domethënë, atë sakrificë që kemi bën, gjithatë mund që kemi bën, 100 vjeçar për një shtet, për këtë shtet, për pavarësi, për liri, më na pranoi bota si till, edhe me dur xhepa nuk bën, kjo është gabim total është. Kjo është, ku ta merë kryeministri, ku të bësh kryeministër, se populli të jep, se e në demokraci, atëherë ki përgjegjësi të jashtëzakonshme. Jo si një kryeministri i Francës me qenë, ose një kryeministri i Polonisë, ose i Suedisë. Je kryeministri i një shtetit të ri. Në arritëra ma madhe jonë që këtë shekull, populli shqiptar i Kosovës ka krijuar një shtet të pavarur dhe sovran, kur sot bota po mundohet me qenë, dhe me thonë, federata, konfederata, mas me pas shtet të pavarur dhe sovran. Ne kemi bërë, sepse jem popull i fort, jem popull trim, popull që luftojmë, po i kemi dhe gabimit tona të cilat duhet me eliminu. Ato eliminohet njerëz të mençur, patriot. Nëse është njeri patriot, duhet me konë dhe i mençëm. Nëse je patriot, nëse je i mençëm, nuk je patriot. A kuptoni, duhet me punu me situata, për shka është lideri? Lideri është, duhet me shiku situata dhe interesin publik. Atëherë, nëse sot Gjykata Supreme ka konstatu, do më thonë për ato ankesat, institucioni i dytë që është që mirët me, kryesor që mirët me këta është KQZ, është institucion kushtetues, nuk është institucion ligjor, është institucion kushtetues, sante duhet me shpall, do më thonë, me certifiku mandatet edhe nesër. Atë sonte, ti shakon në të si shtetit të pas parashrim të rëthat që apëndodhë sonte i kësha ba qeverinë dhe president. Absolutisht, sonte i kësha kërë gjitha. Ironike, profesor, sot është në shkurti, 1 vjet prej zgjedhjeve në shkurtit. 1 vjet, në kretë këtë blokad. Profesor, të i pa vendimin e fundit, kena mënojë si pjesë e veçantë vendimit të gjykatës kushtetuse, të i pa dhe reagime televizit në dosje, se nuk e pranojnë si vendim, të i pa dhe polemika të rëndasin. A beson si zgjedhjet e fundit kanë me prodhu zgjedhjet e institucione, për te i barës dhe përgjithësisë për gjykatën speciale. Po më do këtë... Sot bëhen 1 vjet, profesor, unë e ti për to 1 vjet i kena bëhen 7 emisione. Po, shikoni, se ne e kemë detyrë, na që na quajnë patriotë e tjere, e kemë detyrë se s'na lënë gjaku me nejtë rahat. Se s'kam kur farë motive me të drejten, por për shë që s'po shkojnë punë të marë, dhe me thonë, na ime vënu shumë, tash më reciklu edhe herë citata, aja mundet më reciklu, mund me ndohë shka dënë, por është e dëmë. Dhe suma sumarum, këmë thonë disherë, nuk është ka shkelet kushtetuta, nuk është ka shkelet ligji, asë regulore. Jeni ty e shkel, jo, je deputet, jeni ty e shkel Kosovën. Ma madhë është Kosova se kushtetuta, se kushtetuta mund të bëjmë një kushtetut tjetër, e kemi shkru e bëjmë edhe një tjetër, po je ty e shkel Kosovën, nuk ka shkelje kushtetuse këtu.
Se a nuk pedin deputet që duhet me shku në seanca, ata kanë marrëdhënie pune, marrëdhënie politike juridike, pune kanë. Duhet me shku në seancë. Që harrojnë bankomatin, profesor. A nuk pedin që harrojnë bankomatin në rrota. A nuk pedin ata që ka thonë gjykata duhet me shku dorën për kundër dhe abstenim. A është delikumi ke puna? Profesor, i kemi 12 minuta, a kom shumë pyetje. Si e për vendimin e gjykatës për të drejtën? A tregoj gjykata, zgjidhi probleme, a konsideron që shkelje shkelje. A e përcaktoj gjykata kushtetuese që nënkryetari takon vetëm listës sërbe, dhe lista sërbe ka privilegjin edhe të drejtën e përfaqësimit sërb, edhe do thotë kjo shkelje elementar lirive drejtat e njeriut nëse i mohohet një qytetari sërb tjetër që i takon një subjekt tjetër politik. A keni anshme si e komenton mendimin e gjykatës kushtetuese? Ky vendim i gjykatës më pas qenë në gjykatë. Tashti, domethënë, kërkesën e listës sërbe e kisha trajtuar si të papranueshme. Se kisha diskutuar. Se ka qenë vendimi paraprak, cili ka sqaru këte. Çka ka sqaru? Grupi më i madh parlamentar duhet të propozoj. A i në rregull? Grupi më i madh parlamentar duhet të propozoj kryetarin e kuvendit. Grupi më i madh parlamentar i dyti duhet të propozoj partia cila ka më shumë deputet. Grupi i tretë më shumë deputet. Për minoritete nuk shkruan kushtetues